رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله كنت ميتا في بحور الغي والإثم غريقا كنت عابدا في قيود الذنب مملوكا رقيقا مد لي الشيطان من أسبابه حبلا وثيقا منكرات كنت آتيها غروبا وشروقا كنت ميتا في بحور الغي والإثم غريقا كنت عابدا في قيود الذنب مملوكا që dim se jemi në Khajber. Në këtë vend kanë qenë të strehum jahudit, që fotët pasi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka dëbu apo i ka përzon prej Medinës. Mirë po si që dim se që fotët jahudit s'kan lënë mënirë pa e përdor kundra pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe në vitin e 7 të hijretit, në fillim të vitit të 7 të hijretit, ka ardhur koha që me i qeru hesapët gjithashtu me qifutët, të cilët kanë qenë të vendosur dhe të strehuar në këtë vend. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në vitin e 6 të hijretit niset për në hax, pra në muajin Dhul-Hijja. Mirë po se që dim se e pengojnë mushrikët e Mekës që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të ban haxhin dhe ban një marrëveshje që quhet Sulhul Hudaybiyah. Në Hudaybiyah e ban marrëveshjen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me Mekasit dhe kthehet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Medinë në mesin e Dhul-Hijjas të vitit të 6 të hijretit. Qëndron pejgamberi sallallahu alaihi wasallam afërsisht 20 ditë apo 25 ditë në Medinë. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vendos që të del në Khajber, pra të vend në këtë vend, që të qeron dhe të përfundon çështjen me qifutët, të cilët s'kan lënë mënirë dhe metodë pa e përdor kundra pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam jep lajmin se nuk mos të morin pjesë në Khajber vetëm ato të cilët kanë qenë në Hudaybiyah. Numri i muslimanëve që kanë marrë pjesë në Hudaybiyah ishte 1400 musliman. Pra të njëjtit musliman do të marrin pjesë gjithashtu në Khajber. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përgatit ushtrin, përgatit sahabët për të ardhur në këtë vend që me përfundu çështjen me qifutët të cilët në Medinë i thyen gjithë marrëveshjet, gjithashtu dhe në këtë vend bashkëpunuan me të gjithë armiqtë e muslimanëve që ta sulmojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Në lidhje më të ngushta me qifutët e Khajberit ishin munafikët e Medinës. Koka e munafikëve ishte Abdullah ibn Ubay ibn Selul. Abdullah ibn Ubay ibn Selul i çon lajm jahudëve qifutëve të Khajberit se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam do t'ju lufton. Megjithatë bani rezistencë, qëndroni se janë të dobë dhe s'kan me vete armë. Pra kështu në këtë mënyrë munafikët edhe prej Medinës e luftojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Megjithatë qifutët në këtë vend i kishin 8 kalaja më të mëdha. Pra Khajberi ishte 2 pjesë. Një pjesë i kishte 5 kalaja dhe qetra pjesë 3 kalaja. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjatë rrugës duke ardhur në Khajber e onon Selmet ibn Akwa, njëri prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të reciton poezi. Dhe nga ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam na bëhet me dije se lejohet të ndëgjohen poezi apo ilahi nëse nuk e shoqëron fjalë të ndita dhe nuk e shoqëron instrumente muzikore. Selmet ibn Akwa i thot disa poezi për të kalu rrugën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ai ecë gjatë rrugës dhe i ndëgjon. Prej poezive të njohura, të cilët i ka shkrujtë në historia,
që i thot laula Allahu mahtedejna, wala tasaddaqna, wala sallejna. Mos kish qenë Allahu, s'kishmi dit më uzu, e as që kishmi dhonë lëmosh, e as që kishmi bo namaz. I tha disa vargje, pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, Allahu të mëshiroft ja Seleme ibn Akwa. Dhe shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam thotë kemi ditë se Selmet ibn Akwa ka merat shahid në këtë betej, nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kujt i ka thonë Allahu të mëshiroft apo Allahu të fal, kanë ra shahida. Pra Allahu azza wa jall ja ka pranu luqen pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjatë rrugës muslimant kur ngritën të përpjet në përkotra është prej sunetit pejgamberit Allahut me thonë Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ndërsa nëse zbresin prej kodrës, prej sunetit pejgamberit Allahut është me thonë Subhanallah. Pra duke unë gjitë në këtë lartësi në Khajber, muslimant e ngritin zonin dhe thojnë Allahu Akbar, Allahu Akbar. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot arbiu ala anfusikum. Pra shqipton e këtë fjalë në veten tuaj, innakum la tad'una asamman wala ghaiba. Se ju nuk i jeni duke madhru apo duke lut atë që është short apo që nuk ka prezent. Innakum tad'una samian basira, pra ju luteni apo e madhroni atë që ju ndëgjon dhe ju shef. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam erdhi në Khajber dhe e ka pas zakon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që kur ka shku me një vend për ta sulmu apo për të luftu me dikend, kur ka arrit e ka prit kohën e namazit të sabahut. Dhe atë ditë që ka pas ndërmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të merr sulm, e ka fal namazin e sabahut në fillim të kohës, pra duke qenë koha erdh. E ka fal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sabahun dhe çifutët ende kanë qenë në gaflet, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ardhur. Derisa pasi që e falin sabahun, e shef njoni prej qifutëve dhe thot një fjalë Muhammedun wal Khamis. Do thënë Muhammedi ka ardhur me ushtrinë e tij. Dhe ato strehohen kalat e tyre të fortifikuara, do me thonë fort. Kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam merr një pozicion afër kalas së qifutëve. Edhe ven Khabab ibn Mundhir, njani prej shokëve të pejgamberit Allahut, dhe i thot ja Rasulullah, këtë pozicion që e ki morë, këtë vend që i përcaktu dhe ke ardhë, Allahut ka urnu që tu të qëndrojsh, apo ti ki boj ijtihad me vetën tonë? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jo, thot unë e kam boj ijtihad dhe Allahu nuk më ka urnu që qëndrojnë në këtë vend. Tha ja Rasulullah, nuk është ki vend që i përshtatshëm të ne të përcaktohemi në këtë vend, nga se shigjetet e armikut arrin të ne, kurse shigjetet tona nuk arrin të to. Thot po unë e shoh të dalmi në filan venin dhe pejgamberi Allahut ja merr mendimin atij dhe ndryshon pozicionin e tij. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam izolon ato dhe çlirohet kalaja e parë dhe çlirohet dhe gjithashtu dhe kalaja e dytë, pra gjithashtu disa kalaja. Pastaj prej ndodhive që ndodhen në këtë vend Khajberit, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nesër ka me ja dhon flamurin komandën një njeriut që e don Allahun dhe e don pejgamberin Allahut, dhe Allahu dhe pejgamberi Allahut i don. Omer ibn Khattabi thot kur s'kam pas dëshirë që të jem komandant udhëheqës i muslimanëve përveç se këtë natë, thot s'm ka zonë gjumi të natën, edhe shpresojsh në të jem njoni prej atinve, nga se pejgamberi Allahut e përshkujti dhe tha se ki njeri që e jep komandën do tjetë prej atinve që e don Allahun dhe e don pejgamberin, dhe Allahu dhe pejgamberi Allahut e don ata. Tha kur u zgjum mëngjes si cili prej neve e ngrit te kokën e tij dhe shpreson të jetë njëri prej atinve. Çka tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Tha ejna Ali, ku është Aliu? Tha ja Rasulullah, ka probleme me sint. Tha ftone bene këtu. Erdh Ali ibn Abi Talib, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e poshtini Ali ibn Abi Talib në sin dhe ja fërkoi sin dhe bani dua. U shëru Aliu radiallahu ta'ala an, dhe kjo është prej mugjizatëve mrekullive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Abi Talib ja dha flamurin dhe komandën. Pra kjo është hadithi pejgamberit Allahut që na tregon se Ali ibn Abi Talib ka qenë njëri që e ka dashur Allahun dhe pejgamberin, dhe Allahu azza wa jall dhe pejgamberi Allahut e ka dashur.
Normal se sahabët si Ibn Omeri, si që kanë nxjerrë Imam Buhariu dhe Aisha, transmetohet nga Aisha gjithashtu, se musliman deri ditën e Khajberit, pra për deri në fillim të muajit të Hijretit, kanë pas varfërsi të madhe. Derisa Ibn Omeri na përshkruan dhe thot, barku jo nuk ka ngop deri ditën kur e çliru Khajberi. Pse në Khajber kur e kanë çliru Khajberin, kanë marrë musliman hurma, kanë gjetë hurma të mëdhaj. Si për shqip një kiven, është vend i pasur me hurma dhe kështu me radhë. Pra për këtë arsye thot Ibn Omeri deri vitin e 7 Hijretit, shokët e pejgamberit Allahut gjithnjë barkët e tyre i kanë pas të und. Gjithashtu transmeton dhe Aisha dhe këto hadithe transmetimi kanë nxjerrë Imam Buhariu. Çka bojnë muslimanët në këtë vend? Vinë, si transmetohet me hadithe të vërteta, se muslimanët prej undësisë së madhe e morin dhe e therrin një gomar. Kur i shef pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se e kanë qitë mishin nëpër kazane duke e zi, thot çka ki mish? Thot e kemi therrë një gomar për të ngrënë. Thot Allahu azza wa jall e ka bë haram mishin e gomarit. Pa mishi i gomarit është bë haram në këtë vend, në Khajber. Prej ditës së Khajberit është haram që të therrët gomari, pra nuk hat mishi i gomarit, përkundrazi mishi i kalit. Prej ndodhive të cilët gjithashtu kanë ndodhen në vitin e 7 të Hijretit kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjinte në Khajber, pas pasi që çliroi 5 kalaja, jahudët që i futët u strehun 3 kalaja që vijoj. E thuhet se edhe 6 kala është liruan me luftë, disa thojnë me paqë, me marrëveshje. Kur e panë që i futët se e humbën luftën, pas disa ditëve hinën bisedime. Dhe ranë dakord që të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ashton rrugën që ta shlojnë Khajberin, të ikin për Khajberit me fëmijët dhe familjet e tyre dhe mos të morin me veti vetëm se petkët të cilët i veshin. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ra dakord, do të thonë ja dha këtë liri. Pasi që tentoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ti dëbon, ti qesi për Khajberit, jehudët që futa thanë, ja Muhammed, tha ju e jeni jabanxhin këtë vend, dhe ne jemi ato të cilët dim më kujdesen për hurmat e këtij vendi. Tha pajtohesh që ne të kujdesmi për hurmat, të rrim këtë vend, të kujdesmi për ta, e fritin që e japin hurmat ta dojnë për gjithë. Gjisa ne ta mormi dhe gjisa juve që e japin. Ra dakord pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra që i futët ngelen Khajber deri në kohën e Omerit. Për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i lejoi që të qëndrojnë këtë vend, të kujdesen për arat, të kujdesen për bujqësinë, të kujdesen domethënë për hurmat që i kanë këtu, e pastaj për gjisën muslimanëve dhe gjisën ato për vetë. Tash në vitin e 7 Hijretit Ebu Hurejra, një transmetues i haditheve të shumta, vjen për Yemenin Medinë. Kur vjen Medinë, nuk e gjen pejgamberin sallallahu alaihi wasallam Medinë, edhe drejtohet për në Khajber. Pra Ebu Hurejra takimin e parë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam e ka bën në çeket vend. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithashtu prej ndodhive të Khajberit martohet me një gru të Khajberit, pra me prejardhje që i fut. Safije bintu Huyej, e cila e pranoi Islamin dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e martoi. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam qëndroi në Khajber, domethënë muajin Muharram, muajin e parë të vitit të 7, gjithashtu muajin e ditë në Safer, në fund të Saferit, muaj të ditë të vitit të 7, mor mu kthi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për në Medinë. Kujdestar të këtij Khajberit në kohën e tij e la pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Rawaha. Abdullah ibn Rawaha ai ishte cili kujdeste për Khajberin pasi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përgatitej për të kthyer në Medinë. Prej ndodhive gjithashtu që ndodhen kur u gjente pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Khajber, Gjafer ibn Abi Talib. Gjafer ibn Abi Talib, siç e dim Mekë, pa shku në Etiopi, nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i pat porosit musliman të cilët s'kan mundësi të bëjnë durim, sabër, ndaj torturave që ja bëjnë muslimanëve, thot ne shkojnë në Etiopi nga se është një mbret që nuk bën zullum ta. Gjafer ibn Abi Talib me disa shok dhe disa gra patën shku në Etiopi. Ebu Musa Eshariu, njani prej shokët pejgamberit Allahut, është me prejardhje pe Yemeni.
dhe tregon Ebu Musa Ashari, thot e kam pas dhe 51 shok, timin kena hip në nije me arte e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Medinë. Mirë po, kanë dal erat dhe thot na kanë bajtën dhe na kanë qenë në Etiopi. Kur kena shku në Etiopi, thot e kena taku Xhafer ibn Abi Talib. Kena nejt me ta derisa ka ardhur një njeri nga ana e pejgamberit Allahut, si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka urnur si Xhafer ibn Talib në të kthehet në Medinë. E pejgamberi pasi që i çliroi këto kalat këtu të Khajberit, në fillim të muajit të 7 të Hijretit, erdhi Xhafer ibn Abi Talib bashkë me Ebu Musa Ashariu. Dhe tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një hadith që është i njohur, thot nuk pedi me çat me cilën të gëzona. A të gëzona për shkak çlirimit të Khajberit, të këtij vendit, apo të gëzona për shkak ardhjes së Xhafer ibn Abi Talibit dhe Ebu Musa Ashariut prej Etiopie erdhën në këtë vend. Prej ndodhive që ndodhen në këtë vend, ishte një gru qifute e cila u qunte Zeynep bintul Harith. Zeynep bintul Harith pyti për pejgamberin Allahut cila pjesë e mishit të delës e ka ma qef pejgamberi Allahut. Ju përgjigjen thanë se shpatllën pejgamberi Allahut e don ma shumë. E mor dhe helmoj. Do kjo gruaja Zeynep bintul Harith e helmoj një delë dhe ja afroi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ta han. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam porsa ul me ngran, gjithashtu ishte edhe Bishr ibn al-Bara ibn al-Ma'rur, u ul me pejgamberin Allahut të ngrojnë këtë delë. Bishr ibn al-Bara e kërkoi delën dhe vdiq prej kësaj, domethënë prej këtij helmit, kurse pejgamberi Allahut sa e mor e shtini ngoj dhe tha kjo delë po më tregon dhe po thot mos u mha se është helmu. Dhe eftoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Zeynep bintul Harith dhe i tha çka të shoj me bë kështu? Tha deshta me të provoku, a je pejgamber apo nuk je? Nga se nëse je pejgamber, delja do të njofton. Nëse si je pejgamber, do të lmosh, do të vdiq edhe do të liromu prej tij. Pastaj ka ndryshuar mendimet se a ka mit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë gru apo jo. Mirë po shkash me rëndësi me përmend se disa dietar pejgamberin Allahut e konsiderojnë se ka vdek shahid. Pse ka vdek shahid? Nga se pejgamberi Allahut para se me vdek ka thonë Allah helmi i asaj dele po më pengon gjuhën time para se me vdek. Për ata dietar ka thonë se pejgamberi Allahut kur ka vdek si shahid, nga se ka qenë si pasoj e helmit kësaj dele që ja ka pregaditën Zeynep bintul Harith. Thonë njëherë pejgamberi Allahut ja ka fal, e pastaj pasi që ka vdekën ki sahabiu Bishr ibn Bara e ka mbyt këtë gru. Musliman të cilët kanë ra shahida në këtë luftë, në këtë betejë, thuhet që është numri 16, disa thojnë 18, 19 deri në numrin 23, ndërsa qifutët që janë vrarë në këtë betejë janë 93. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kthehet në Medinë dhe prej ndodhive të cilët kanë ndodhur duke u kthy pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Medinë është që para se me mrin Medinë e ka zonë nota dhe kanë ra me pushu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e Bilalin e ka lënë që natën të kujdeset të roje për musliman. E pokolla sabat e ka zonë gjumi Bilalin. Edhe i ka hik koha e namazit të sabat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i ka dal gjumi, thot transmetimi nuk e ka zgju pejgamberin Allahut vetëm rrezet e diellit. Ja qua dhe i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Bilalit, çka u bë me ti ja Bilal? Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ecë edhe pak, kanë marrë avdes dhe kanë fal namazin e sabat. Pastaj na kena përfitu për kësaj ndodhie se do me thonë që nëse zën gjumi e pastaj zgjohesh pas lindjes së diellit duhet ta falsh namazin e sabat në kohën kur zgjohesh nga kjo ndodhi, prej ndodhive që ka ndodhur dhe që ka të bëjë me Khajberin. Pa kjo është vendi Khajberit që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ardhur në këtë vend, shokët e pejgamberit Allahut kanë ardhur në këtë vend, kanë qëndruar në këtë vend, e kanë çliruar këtë vend dhe pastaj Omerin kohën e tij i ka dëbu dhe i ka përzon qifutët jahudiet dhe tash gadishulli arabik është i pastër prej qifutëve. Allahu azza wa jall më mirë din, Allahu shpërblet për durimin dhe sabrin. Selam aleikum. ميتا في بحور الغي والإثم غريقا كنت عابدا في قيود الذنب مملوكا رقيقا مد لي الشيطان من أسبابه حبلا وثيقا منكرات كنت